Me datë 16 maj 2025 në ambientet e komunës së Tuzit dhe në praninë e kryetarit të komunës zotin Lindon Gjelaj, u bë shpërndarja zyrtare e mjeteve për bashkëfinancimin e programeve të punës dhe organizatave sportive për vitin 2025. Nga fondi i përgjithshëm prej 40.000 eurosh, i parapar për këtë qëllim u shpërndan gjithsej 31.200 euro për 5 klube sportive që veprojnë në komunën e Tuzit. Mjetjet janë ndarë në bazë të programeve të dorëzuara dhe nevojave të secilit klub, ku emrat e organizatave sportive ishin Klubi i Futbollit Malësia 2010, Tuzi dhe Milesh, Klubi Judos Dëqiq dhe Klubi i Kërcimit Tiptoe. Mirë se keni ardhur në komunën e Tuzit, sot bëjmë nënshkrimin e kontratave me klubet sportive, mjetet financiare me vlerë prej 31.200 euro të parapara për shpërndarjen e mjeteve sipas konkursit publik për bashkëfinancimin e programit të punës të organizatave sportive për vitin 2025. Komuna e Tuzit, siç e dini, ka parapar, domethënë 40.000 euro këtë vit, por për shkak se interesimi nuk e di, nuk ka qenë ndoshta edhe aq i klubeve sportive, domethënë në bazë të konkursit janë datë 31.200 euro. Duhet edhe herë të përshëndes, të falenderoj që merreni me kyçen sportive të rinjve, është kënaqësi për neve, normal, por besoj se edhe për ju se punoni me gjeneratat e reja, me fëmijët tanë cilët kanë nevojë më shumë për sport në këtë kohë, për hir të asaj se teknologjia e cila e përdorin më shumicë, domethënë sado pak i largon prej teknologjisë dhe besoj se angazhimi i tyre jo vetëm është pozitiv, jo vetëm për largimin nga teknologjia, por edhe për shëndetin e tyre. Kështu që faleminderit që punoni, me shpresë se edhe më fuqishëm do të punoni viteve në vazhdim. Komuna e Tuzit do të jetë këtu për përkrahjen e organizatave sportive, por jo vetëm për organizatat sportive, por edhe për lëmite ndryshme në komunën tonë, domethënë për lëmite ndryshme në jetën e përgjithshme të qytetarëve tanë. Është rëndësi të ceket pjesa e kësaj që klubet sportive domethënë kanë fituar mjetet, është klubi i futbollit Malësia, klubi i futbollit Tuz, klubi i futbollit Milesh, klubi i Judos Dëqiq dhe klubi i Kërcimit Tiptoe. Kështu që edhe herë faleminderit shumë, edhe kalojmë në pjesën e kësaj që do të më nënshkrua. Më pas, në kuadër të kësaj ngjarjeje, ne intervistuam dhe trajnerët e klubit të futbollit Malësia 2010 dhe Milesh, ku theksuan se ndihma financiare ndarë nga ky institucion do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e trajnimeve, përmirësimin e kushteve të punës, si dhe pjesëmarrjen e të rinjve në gara të ndryshme. Po, në nënshkrimi këtyre kontratave është shumë important për ne, pasi këtu në Malësi, sidomos klubet sportive, mund të them se kanë pikpyetje ekzistencë apo funksionimin e vet, për shkak të mundësive jo tepër pozitive. Ashtu që janë një hap, kështu një iniciativë, një ide për të ndihmuar klubeve sportive, mendoj se është shumë konstruktiv, shumë i bukur dhe shumë domethënës, shumë signifikativ, pasi që klubet në një mënyrë apo mënyrë tjetër do të asigurojnë edhe një vit tjetër për të ekzistuar si klub dhe për të mundësuar fëmijëve ata çka ishte edhe misioni apo ideali i formimit të klubeve. Ashtu që përgëzoj të gjithë që bashkëpunojnë në këtë drejtim dhe që mundsojnë klubeve këto ndihma që nuk janë të vogla. Çfarë pritet në të ardhmen nga klubi juaj? Nga klubi ynë pritet domethënë që të vazhdojmë në këtë mision të them të shenjtë, që të mundsojmë fëmijëve shoqërimin, argëtimin, që të mundsojmë të gjitha ato kushte e mundësi që i kanë edhe klube tjera nëpër Podgorica apo nëpër krejt shtet. Mendim që na u llaç, që me këtë ndihmë domethënë ne kemi tash siguruar dhe mjete me cilat mendoj se edhe në sezonin e ardhshëm do të funksionojmë në mënyrë stabile.
Po, s'parit përshëndetje, me dërthet, jem mirënjohës për komunën e Malëzisë, jo vetëm sot, po që nga themelimi, sepse kjo mbështetje, jo vetëm për klubin Malësia, po për gjitha klubet në Malësi, po jep fryta të shëndoshtë. Duhet të ceki vetëm se klubi Malësia 4 vitet e fundit, ma shumë kemë arrit të sillim medalja internacionale nga turnamentet evropiane se për 10 vite tjera. Pra kjo është një mirënjohje për komunën, duhet të përgëzoj, të falenderoj, mendoj që libet e emrale, sepse kjo është komuna e vetme në Malëzi që mbështet kaq masovikisht sportin që është komuna e Malëzisë, e jo vetëm sportin, por si që peshin ju vete 6-7 vitet e fundit, Malësia po ndryshon për të mirë. Dhe jem shumë mirënjohës e përgëzojmë, ne do vlerësojmë këtë mbështetje, dhe për ne do të thot një gjë shumë e madhe, si që dini klubi Malësia vite me radhë merr pjesë në turnamente të ndryshme evropiane, edhe këtë vit do të jetë një njëjta gjë, dhe ne do të vazhdojmë punojmë, do të vazhdojmë të ecim përpara dhe e përgëzoj komunën për këtë mbështetje. Në çfarë hapash mbështet konkretisht kjo nisëm? Po, ne si klub Malësia do më thonë vetëm jemi përgatit për turnamentet internacionale. Brenda 20 ditëve marrim pjesë në turnamentin të ashtë mirë njohun në Hercegovin, ku këtë vit do shkojmë me gjeneratën ata matë vezlit, t'javë napin një mundësi të shohin diçka të re, pra gjenerata 2017-18, kurse prej 3 deli me 7 korrik jemi në Gjermani, me gjeneratën 2015-16, dhe me gjeneratën 2013-14 do jemi pjesëmarrës në Kroaci. Pra, që që dini, këto janë shpenzime shumë të larta, por kjo mbështetje ne na stimulon, na ndihmon, por sigurisht edhe prindve që cilët kanë shpenzimet, ja u leçon për pjesëmarrje për gjitha gjëra. Ne jemi shumë mirënjohës e përgëzoj komunën, siç e dini klubi Malësia sot është brend jo vetëm Malëzi, por edhe jashtë nga klubi Malësia sot kemi një Dritën Çama që na bën krenar në Evropë, Nikoli Vezaj, etj, kemi lojtar në klubin Deçysi si kapiteni Jonathan Dreshaj, etj, që gjithë kanë dalë nga klubi unë, kemi Andrej Çamaj që është një super talent, por me besoni se në klubin Malësia për momentin kemi një Orahovac, një Dreshaj, një Çamaj, një Kalaj, etj, mos i marrë me gjithë në me pra një Gjeloshaj, që janë e armja klubit Malësia, po, shpenzimet janë shumë të mëdha. Si që dini, kampionatin këtë vit kemë marrë pjesë me 3 gjeneratas. Që nga shtatori, deri sot, domethënë jem duke vazhduar kampionatin, për çdo shtunë në diell, klubi Malësia ka 2 ose 3 ndeshje, pra ato janë shpenzimet duke filluar nga transporti, delegati, mjeku, etj, ballon salla, që ata është shkoha e mirë, ushtrojmë Vuksën Lekaj, por gjithsesi ka ato shpenzimet e veta.